Në klasën e 11 fillojnë e mendojnë për studimet universitare. E në të 12-ën, nxënësit bombardohen me këshilla e informacione të shumta se çka duhet të studiojnë dhe ku duhet të studiojnë, e në të shumtën e rasteve bëhen konfuz. Për këtë arsye ekziston Qendra Këshillimore Amerikane e Kosovës, që financohet nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo qendër përbëhet nga një rrjet i këshilltarëve profesionistë, të cilët ndihmojnë nxënës e studentë nga Kosova që të studiojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo shpjegoi edhe arsyet pse studentët duhet të përzgjedhin universitetet amerikane kundrejt atyre evropiane. Përparësia është bursa, do më thonë në Amerikë ka bursa begit mira, do më thonë ofrojnë bursa ma shumë se sa vendet e rajonit. Në prezantim të pranishëm ishin nxënës maturant, ata pranuan se ka nevojë për këshilla të tilla. Këto ligjërata na ndihmojnë jashtëmose për shkak se na jena si një fletë e bardhë kundrejt pa këto, kështu që këta na ndihmojnë shumë për shkak se na informojnë ku mu adresu, ku më shku, çka më zgjedh, çka më bëj, çka është e nevojshme dhe çka jo. Shumë nxënësa tërheqën prej një drejtimi që e dojnë dhe kanë ndru gjatë, vetëm për faktin se s'dinë me apliku. Në takimin informues, u fol për sistemin amerikan të edukimit dhe lidhshmërinë me atë të Kosovës, për procedura dhe procesin e aplikimit, për teste standardizuese e të tjera.